Kandidatja e Partisë Socialiste Bruna Mersini ka prezantuar një projekt të rëndësishëm për zhvillimin e sigurinë e qytetit të Vlorës, transformimin e zonës së hangarëve, ish fusha aviacionit, në një qendër të re emergjencash civile. Sipas Mersinit, kjo qendër do të jetë një hap i domosdoshëm për menaxhimin e çdo situate të jashtëzakonshme dhe për garantimin e sigurisë së qytetarëve. Jemi në një zonë ku koha e ka harruar, por a duhet ta rivitalizojmë këtë qendër? Ta kthejmë në një qendër të emergjencave civile të mirë organizuar, sepse emergjenca civile është themeli i sigurisë për qytetarët e Vlorës. Ajo siguron një përgjigje të shpejtë dhe të koordinuar ndaj çdo rreziku, përmbytje, zjarre, aksidente apo situata të tjera emergjente. Ajo shton se qendra do të lehtësojë koordinimin e resurseve dhe do të sigurojë një reagim të shpejtë dhe efektiv në rastet e emergjencave. Me një qendër të emergjencave civile, qyteti fiton koordinimin e shpejtë midis institucioneve dhe ekipeve emergjente, parandalimin më të mirë, gatishmëri në situatat kritike, siguri për komunitetin, duke ulur pasojat dhe rrezikun për jetën e qytetarëve. Edukimin qytetar për reagimin në rast emergjence, duke krijuar një kulturë të përgjegjshme kolektive. Projekti është hartuar në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes dhe pritet që mbas 9 nëntorit të bëhet një realitet i prekshëm për qytetin. Transformimi i zonës së hangarëve do të sjellë një përmirësim të dukshëm në infrastrukturën e qytetit dhe do të ofrojë një shërbim të domosdoshëm për komunitetin, sipas Mersinit. Investimi në një qendër të tillë nuk është vetëm infrastrukturë, është një investim në jetën dhe mirëqenien e çdo vlonjati. Siguria nuk pret, siguria kërkon veprim, koordinim dhe përkushtim. Së shpejti, Bashkia Vlorë, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, do ta rivitalizojë gjithë këtë qendër duke e kthyer në një qendër emergjenta civile për qytetin ekselente.